jani të hapin petkat, morëm sufre quajmë këtë neve, edhe shkuan tek shtëpia tjetër, që do hapin petkat. Këtu po shtrojnë të gjitha këto çarçafët, se tham që petkat do ndëren në diell që të thahen. Pse i bëjnë tani në tetor, në fund të shtatorit në tetor, i bëjnë tani se në korrik si vjet ishte shumë vapë e madhe, edhe nga që ishte 40 gradë, nuk duhet petkat që të thahen me një herë, se pastaj bien shumë ervez. Edhe ndaj bëjnë tani që kanë temperaturat e larta, edhe thahen avash në diell, edhe dalin më mirë. Ndaj dhe po i bëjnë tani, se shumë njerëz i bëjnë në fillim të beharit, po kjo ishte arsyeja si vjet që pse i lam për në fund të beharit, edhe me që në Greqi ka akoma diell edhe behar do thahen për bukuri. Shikoni tani se si i ndërin, i bëjnë një herë edhe pastaja vjen edhe i shkojnë i ndërin aty tek çarçafët që janë për apostafat për këtë punë, edhe duhet i kthejnë në lëvizin që të thahen avash petkat. Shikoni se si bëhen. Duhet të coptohen kështu, të bëhen nga dielli, bëhen vetë kështu, edhe pas kësaj pune të lodhshme, një ditë të gjithë, ulën që të hanë në drekën. Ciao, ciao!